Problemi i mungesës së ujit të pishëm në qytetin e Vlorës vijon të mbetet një plagë e hapur për qindra banor. Rreth 100 familje në lagjën Kushtrim janë prej ditësh pa ujë, ndërsa zyrtarët e ujësjellësit nuk japin asnjë zgjidhje konkrete. Banorët thonë se janë të detyruar të blejnë ujë për përdorim ditor, ndërsa kanë bërë 10 ankesa pranë institucionit përgjegjës, por pa rezultat. Jam e sëmur dhe më është dashur të marr edhe makinën për të shkuar të votoj. Na u lutën për votën dhe ja u dham. Tani na kanë haruar dhe na kanë lënë pa ujë, thot një prej banorëve të revoltuara. Kemi 1 muaj e gjysmë pa ujë. Nuk kemi pik ujë. Ca kanë, ca s'kan. Kemi blerë, me të kërkuar. Ca të blejmë ujë, lajmë shplaj. Jemi me fëmijë të vogël, me pleq, të sëmur. Ja, fëmija i vogël, do të lahet të shplahet kë. 20 familje po. Që s'keni vetëm ju ujë? Vetëm ne. Jemi ankuar. Vinë këtu, e shikojnë, ikin, s'bëjnë asgjë. Do rregullohet thonë edhe asnjë. Banore jemi këtu, s'kemi ujë, ja, vetëm jam. Qupa do më maj me ujë, bje bidonat tujtë të tu me ujë. Të më maj mua, a se vetëm është nena, thot. Po nena do larë, po zvete do të thasë të ka jo unë. Më me robet i bje, i lanë, bje bidonat me ujë, vetë, qunin, po. Po dhe që që kam qupën, se jam gjalla dhe sot. Kjo s'ka qupe, qa të fejmë, qupe. Po e, ku të dalës të kërkosh ujë? Erdhën morën shpi, vajta votova. Morën mua, vajta votova, edhe i me sërkuj, të dy me dializë. Kush do mbi një ujë, dy quna kam greqi, njeri punon në larkë. Vjen bje karron me ujë më darkë, tër ditën e kujt punon djali, bje karron me ujë, jender poshtë ma bje lasë. Po sharrojnë për ujë, ku do ankosh? E mori burrin telefon, dua ujë, 2 ditë. Të tretë në ditë se erdi për një botë, jo s'vjen këtu, iku boti prapë, erdi për fije, kjo që për unë mushën vetëm buljerin, po pse buljeri duhet me ujë vetëm, mos kesh ujë kjo, ujë të paguajmë, jemi të regullt, të paguajmë ujë. Që paguajmë? Të terë. Banorët shprehen se kanë trokitur disa herë në derën e ujësjellësit, por përgjigja ka qenë gjithmonë e njëjtë, pritje dhe premtime. Situata është bërë e padurueshme për banorët, të cilët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet për të garantuar të drejtën bazë të jetës, furnizimin me ujë të pishëm.